Do jetë më mirë kështu. Mirë se erdhat të gjithëve dhe të gjithave, jam i lumtur që ju takoj këtu në Durrës. Dje ishim bashkë për vilën 31, vilën Art Explora, për të festuar artistët dhe për të treguar për kushtimin ton në vazhdimësi ndaj Shqipërisë. Sot, vështrimet tona kthehen nga publiku që janë fiksimi ADN-ja e Fondacionit Art Explora. Si ta bëjmë që të zgjerojmë audiencat e kulturës për të tërhequr drejt artit njerëz që mendojnë që arti ndodhet larg, është shtrenjtë apo është i mërzitshëm. Këtu keni provën. Përpiqemi ta rishpikim propozimin kulturor, inovator, jo të mërzitshëm, falas, dhe aty ku janë njerëzit, ku banojnë njerëzit. Kjo është ideja e festivalit Art Explora, shëtitës nga porti në port, që i vjen rrotull mes dheut për këtë odise. Unë e mbaj veten për Ulixin, për 3 vitet e ardhshme dhe që ndalet sot këtu në Durrës. 60% e popullsisë botërore banojnë 60 minuta larg briqeve dhe Shqipëria është një shembull. Njerëzit janë këtu. Gjëja e dytë që më bëri përshtypje është mahnitja e njerëzve, të mëdhenj apo të vegjël, pavarësisht moshës, gjinisë, fesë, për anijet e mëdha, pjesa e imagjinatës që përfaqësojnë drejt njerëzve, nisja e atyre regatave të mëdha. Dhe ideja, nëse kalojmë aty ku njerëzit jetojnë me një anije të madhe, do të tërheqim vëmendjen e publikut që ndoshta nuk do të kishte shkuar kur në një muze tradicional. Dhe kjo është ideja e anijes. Mbrapa meje, e para anije muze, ka patur anije lufte, tregtare, mallrash, paskush nuk ishte menduar të bënte një anije me funksionin kryesor që njerëzit të jetonin për voja kulturore. 58 metra e gjatë është prej karboni, shpejtësi mesatare prej 90 metrash, është katamarani më i madh në botë dhe besoj që jeni dakord me mua që them është më i bukuri. Faleminderit. Pse më i madhi, jo për ego, po për të pritur sa më shumë publik. Mund të presim 2000 persona në ditë në anije. Pra është pak a shumë masa e një muzeu të mirë. Vitin e kaluar kemi pritur 200.000 persona gjithsej në bord. Ania e patë propozon eksperienca digitale sepse është e vështirë që të udhëtoj arti në mënyrë fizike për arsye sigurie, ergonometrie, eksperienca me IRCAM, eksperienca imersive e realitetit virtual me Ubisoft dhe rreth e rrotull ky festival që shpaloset. Në festival keni pavionin Sul Azyr, nën kaltërsi, është art fizik me ekspozitët të artistëve të mëdhenj, të djeshëm dhe të sotëm, Anërisala bën pjesë dhe kemi këtë ekspozitë mrekullueshme me Louvrin që tregon për praninë e grave në historinë e artit që nga antikiteti dhe bëhet fjalë për koleksione të Muzeut të Louvrit. Por në fakt ne jemi këtu për disa ditë dhe po bëjmë më shumë se sa kaq, sepse shumë gjëra do të ndodhin. Këtu për shembull në skenë do të kemi 4 filma që do të shfaqim, do të kemi 4 tryeza të rrumbullakta me artistë dhe shkencëtar për çështje mjedisore. Do të kemi 34 seminare për fëmijët dhe familjet. Do të kemi gjithashtu edhe 11 koncerte dhe shumë performanca. Pra do të ketë një gjallëri shumë të madhe. Do të mblidhen shumë njerëz këtu dhe mund t'ua tregoni këtë gjë të gjithëve se këtu jemi vetëm për 10 ditë dhe sonte kemi legjendaren Elsa Lilën. Faleminderit, le të filloj festa. Faleminderit shumë dhe le të filloj festa. Faleminderit Frederik.
I dashur president, etapa e festivalit Art Explora është aventurë njerëzore dhe takim me aktorë lokal dhe partner lokal. E kam fjalën për portin që na pret në çdo qytet mesdhetar. Portin e Durrësit dua ta falenderoj në emër të gjithë fondacionit Art Explora. Kanë qenë shumë ndihmues. Faleminderit zotit drejtor dhe falenderoni gjithë ekipin tuaj nga ana jonë. Faleminderit shumë. Gjithashtu kryetarët e bashkive dhe ekipet e tyre që na bëjnë të mundur të realizojmë të pamundurën. Zoti ministër, i dashur Benjamin, në Francë kemi përgjigjesi të parë, nuk është e mundur, është e vështirë. Kurse këtu na kanë thënë po, menjëherë. Çfarë do lloj pyetje që kemi bërë? Falë jush, zonja kryetare e bashkisë. Ja u jap fjalën tani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nderuar miq, të ftuar, mirë se erdhët në Durrës. Sot jemi mbledhur për të festuar jo vetëm për artin dhe krijimtarinë, por edhe për një moment të veçantë për Durrësin si qytet mikpritës. Durrësi nuk është vetëm një nga qytetet më të vjetra në Mesdhe, por gjithashtu një port drejt botës, një vend ku historia e kultura bashkëtojnë me energjinë e ndryshimeve të sotme. Qyteti ynë ka ndërtuar identitetin mbi një trashëgimi të pasur kulturore dhe mbi rolin e tij si ur lidhse mes lindjes dhe perëndimit. Nga amfiteatri antik tek mozaikët bizantin, nga rënojat romake tek rrugicat plot jetë të qytetit të vjetër, arti dhe kultura jon janë dëshmi e një trashëgimie të gjallë që vazhdon të frymëzojë brezat. Qyteti ynë nuk është vetëm një kujtesë, ai është një qytet që dialogon me botën, që dëshiron të ndajë dhe të mësojë përmes formave të reja të shprehjes artistike. Dhe në fakt festivali Art Explora është një manifest i këtij dialogu. Për disa kohësh tashmë ne presim aktivitete nga gjithë Europa. Vitin që shkoi patëm Nastro Rosa Tour duke pozicionuar portin tonë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare në fushën e sporteve detare. Një tjetër festival ndërkombëtar letrar solli në qytetin tonë figura të njohura të letërsisë britanike, gazetarisë dhe kritikës kulturore. Edhe vetëm 2 ditë më parë, Ania Vespucci, pas xhiros në të gjithë portet e botës, ndaloi në portin e Durrësit si simbol i trashëgimisë detare dhe i diplomacisë kulturore italiane. Në fillim të majit, një ngjarje tjetër e jashtëzakonshme na pret, ajo e Giro d'Italias, e cila kësaj here kjo Giro do të niset pikërisht nga Durrësi. Të gjitha këto nuk janë raste të veçuara, ato janë pjesë e një vizioni më të gjerë, një Durrës që ruan identitetin e tij historik, por ndërton të ardhmen nëpërmjet artit dhe kulturës dhe shkëmbimit ndërkombëtar. Duke reflektuar mbi të gjitha këto zhvillime, mbi anijet që vinë në portin e Durrësit dhe ato që ikin, nuk mund të mos kujtoj një fragment nga libri i famshëm i Italo Calvinos, Qytetet e padukshme, ku Marco Polo i thot Kublai Khanit: "Ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia." Ashtu dhe unë mund të flas vetëm për Durrësin, i cili nuk është thjesht një qytet pritës, por një qytet që mbetet në mendje me dritën, historinë, njerëzit e tij, me perëndimet e mrekullueshme dhe ushqimin fantastik. Është një qytet që fton të gjithë të krijojnë, të ndajnë midis tyre dhe të bashkohen. Jam e sigurt që artistët që do ta vizitojnë nuk do ta harrojnë kurrë Durrësin. Kjo anije muze që ka ndaluar në portin ton është një simbol i gjallë i kësaj filozofie, i lidhjes së kaluarës me të ardhmen, i artit që udhëton, që vjen tek njerëzit aty ku janë, në muze, në sheshe, në rrugë apo dhe në det. E shohim këtë festival si një mundësi për të krijuar momente të reja dialogu dhe shkëmbimi, që jo vetëm pasurojnë jetën kulturore të qytetit, por rrisin dhe ndërgjegjësimin për rolin thelbësor që arti ka në shoqëri, si mjet edukimi, si formë lirie, si nxitës zhvillimi, si ur komunikimi midis brezave. Jam e bindur që ky projekt do të nxjisë pjesëmarrjen aktive të komunitetit tonë, veçanërisht të rinjve, nxënësve, studentëve, familjeve dhe artistëve lokal. Prandaj sot dua t'i bëj një ftesë të hapur të gjithë komunitetit dursak të bëhen pjesë e kësaj eksperience unike. Për 12 ditët që Ania Muze do të qëndrojë në portin e Durrësit, le ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të parë nga afër përvojat europiane të ndërveprimit kulturor, për të mësuar, për të ndarë dhe për të ndjerë pjesë e një rjeti më të gjerë krijues që ka përcen kufit gjeografik. Në emër të Bashkisë së Durrësit, falenderoj të gjithë organizatorët, partnerët që bën të mundur këtë festival dhe mbi të gjitha komunitetin e Durrësit që pret artin me zemër të hapur dhe me dashuri të sinqertë. Shumë faleminderit që të gjithëve. Merci, Madame.
Faleminderit zonja kryetare e Bashkisë, sikurse e tha Frederiku para disa çastesh, ky projekt nuk ishte i lehtë për të realizuar. Disa madje të thanë ta braktisje këtë ide të çmendur, të thanë që është e pamundur për të realizuar. Fatmirësisht disa besuan, patëm disa zana të mira që përkulën për këtë projekt dhe shumë herët Komisioni Evropian që pranoi ta financonte falë mekanizmit Europa krijuese dhe ftoi ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gozzato që të bashkohet me ne. Dje, dikush protestoi sepse fola në gjuhën e Shakespeare-it. Kështu e kuptova sepse kishte edhe pak theks. Por me që ai është dikush simpatik, do t'ja bëj qefin. Gjithashtu, do nderoj miqtë tanë francezë që realizuan këtë eksperiencë mrekullueshme dhe mikeshës sime Katrin Syar. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Durrës, dritarja shqiptare në Mesdhe. Para disa ditësh ishte si dritare në detin Baltik, sepse ishte shumë ftohtë. Ndoshta ndikimi që pata një përfaqësuese estoniane që na vizitoi dhe ishte temperatura shumë të ftohta. Është kënaqësi që jam këtu dhe bravo Art Explorers që e realizoi këtë projekt pak të çmendur, por jashtëzakonisht të bukur. Kjo anije muze, ky projekt rrugëtues në Mesdhe. Mesdheu që shpesh shihet si mur, si një ndarje mes veriut dhe jugut. Dhe jam shumë i impresionuar nga pikturat e refugjatëve të rinj, të emigrantëve të rinj, që portretizonin një Mesdhe që është si varrezë, si vend vdekje. Në të kundërt, Mesdheu ka qenë gjithmonë një vend takimi, një vend shkëmbimi tregtar, kulturor gjithashtu dhe gastronomik. Mos harrojmë që Mesdheu është kultura e verës dhe e vajit të ullirit, që na afron me njëri tjetrin. Jam shumë krenar që Bashkimi Evropian mbështeti financiarisht këtë iniciativë që përkon plotësisht me vlerat në bazë të projektit evropian. Flasim shpesh për konektivitetin, për transportin, për digitalin, për digitalizimin, por çfarë ndodh me konektivitetin kulturor? Edhe ajo, sikurse konektiviteti digital ka potencial shumë të madh për ta shndërruar shoqërinë. Pra ka një rol, kultura ka rol në ecurinë e Shqipërisë, për të bashkuar për të hyrë në Bashkimin Evropian. Një ecuri që nuk ka të bëjë vetëm me shndrimin e akis komunitare, por është një revolucion i vërtet, një shndrim kulturor dhe shoqëror. Kultura pikërisht është instrumenti që mund të nxjisë shpirtin kritik, të kuptuarin e pikpamjes së tjetrit, por sidomos lirinë e shprehjes që janë vlera themelore. And this is why the EU in Albania. Dhe kjo është arsyeja sepse Bashkimi Evropian në Shqipëri ka bashkëpunuar ngushtësisht si me artistët ashtu dhe me institucionet kulturore. Dhe pikërisht në këtë frym ne vendosëm që si vjet të mos ishim ne ata që do ta tregonim historinë e Bashkimit Evropian. Dhe t'ju thoshim ju se për çfarë është Bashkimi Evropian, se kur flet për veten nuk je shumë i besueshëm. Ne në fakt u kërkuam artistëve shqiptar që ta tregojnë ata historinë tonë. Roli ynë ka qenë dhe do t'jetë thjesht për të ofruar hapësirën e duhur për ta. Një hapësirë që, siç e thash edhe dje, është hapësirë për të menduar, hapësirë për të krijuar, hapësirë për të bërë të gjithë bashkë. Dhe shumë shpejt ne do të bëjmë publike dhe programin e këtij aktiviteti dhe në fakt me zor po pres. Dhe janë aktivitete që nuk do të ndodhin vetëm në Tiranë, por edhe në Durrës dhe në qytete të tjera në të gjithë Shqipërinë. Kështu që ju lutem na ndiqni sepse doja shumë që të ishit në të gjitha këto aktivitete. Në mbyllje më lejoni që të përgëzoj Art Explorën
për mënyrën origjinale që na i keni sjell aktivitetet, për vizionin tuaj, për faktin që na keni sjell historitë mesdhetare, të cilat na bashkojnë të gjithë, po e keni sjell këtu në Durrës për qytetarë të gjithë moshave, siç e tha edhe kryetarja e bashkisë. Dhe inkurajoj qytetin e Durrësit, si edhe qytetet e tjera të Shqipërisë dhe qeverinë e Shqipërisë që të vazhdojnë të investojnë te kultura dhe arti. Dhe ka qenë privilegj që të vinim në Durrës dhe për Bienalen. Dhe ka qenë një përvojë vërtet shumë e bukur. E mrekullueshme sepse më bëri që të eksploroja edhe vetë qytetin të cilin nuk e njihja dhe aq mirë. Sepse në fakt kultura, arti është edhe motori i dur për rritjen ekonomike, për turizmin dhe për ecurinë dhe progresin social. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit, zoti ambasador. Duke folur për ambasadorët, më lejoni të dal nga protokolli, po flisje para disa minutash për një angjëll mbrojtës. Ditët e fundit, javët e fundit kanë qenë epike për të realizuar këtë eksperiencë sot që besoj do ta pëlqeni të gjithë. Dhe ndër engjëjt mbrojtës janë dy ambasadorë që dua t'i falenderoj ngrohtësisht. Dhe ju lutemi Eduard Trokasi, ambasadori i Shqipërisë në Francë, i mirënjohur i Dritan Tola, si edhe ambasadorja e Francës në Shqipëri, e dashur Katrin Syar. Vërtet, ju të dy keni qenë të jashtëzakonshëm në mbështetjen tuaj. Faleminderit shumë të dyve. Tani po ftoj zëvendës ministren e kulturës të bashkohet me mua. Sonja Lira Pipa, ju lutem me jani pranë meje në tribun. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, miqtë dhe dashamirës të artit dhe kulturës, me shumë kënaqësi përshëndesim dhe urojmë mirëseardhjen vizitorëve ndërkombëtar gjatë këtyre ditëve. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot mirëpresim ndalesën e parë për vitin 2025 të festivalit Art Explora, një ngjarje kulturore me përmasa evropiane. Këtu në qytetin e Durrësit, një nga portat historike të Mesdheut dhe një qytet simbol i ndërthurjes së qytetërimeve. Pas një udhëtimi të suksesshëm në 16 ndalesa gjatë vitit 2024, Ania Muze, e para e këtij lloji në botë, ankoron në brigjet tona për të sjellë një përvojë të pasur artistike të hapur për të gjithë qytetarët dhe turistët. Në bashkëpunim me Portin e Durrësit, dhe këtu gjej rast të falenderoj të drejtorin e Portit të Durrësit, zotin Bayraktari dhe kryetarin e Bashkisë Durrësit, që vënë në dispozicion edhe hapësirat publike të qytetit. Festivali i jep jetë një programi të larmishëm që përfshin ekspozita, përvoja kulturore, performanca, instalacione, koncerte, lexime poetike, punëtori edukative, si dhe një program muzikor që promovon artistët shqiptar, rajonal dhe ndërkombëtar. Jemi kurioz të zbulojmë bashkërisht programin e kuruar nga Arnisa Zeqë, e cila është dhe kuratoria e këtij programi, dhe gjithashtu jemi shumë krenar për bashkëpunimet e lindura nga organizime të tilla me aktorë me peshë për skenën e pavarur të artit në vend. Ky festival përfaqëson më shumë se një event artistik, ai është një shembull i qartë i angazhimit ton për të demokratizuar kulturën, për të afruar atë me çdo qytetar, pavarësisht vendbanimit apo sfondit social. Kjo është një formë e re diplomacisë kulturore, ku Shqipëria jo vetëm që merr pjesë, por dhe kontribon në zhvillimin e identitetit të përbashkët mesdhetar dhe evropian. Përmes bashkëpunimeve me organizata të tilla si Fondacioni Art Explora, ne fuqizojmë rrjetet tona ndërkombëtare dhe vendosim Shqipërinë si një aktor të rëndësishëm në hartën kulturore të Evropës. Vetëm gjatë vitit 2024, skena e pavarur artistike në Shqipëri, institucionet tona kulturore dhe programet të tilla si javët kulturore ndërkombëtare, ku kemi një bashkëpunim shumë shkëlqyer dhe me ambasadat tonë në Shqipëri, kanë gjeneruar rreth 2300 aktivitete vetëm për vitin 2024. Në vitin 2025, ne parashikojmë që kjo shifër të rritet në 3500 evente, me rreth 600.000 spektatorë të pritshëm ose rreth 33% më shumë se vitin e kaluar. Gjithashtu, në sitet tona kulturore kemi padur një shifër rekord vitin e kaluar me 1.3 milion vizitorë dhe turistë, dhe që shpresojmë që këtë vit kjo shifër edhe në prag të sezonit turistik veror të rritet edhe më shumë. Këto shifra reflektojnë jo vetëm fuqizimin e industrive kreative dhe angazhimin artistik,
për ta kthyer Shqipërinë në një destinacion të ri, jo vetëm turistik, por dhe kulturor. Në emër të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për realizimin e këtij festivali, kuratorët, artistët, organizatorët dhe partnerët ndërkombëtar, dhe uroj që ky edicion i Art Explorers në Durrës të mos mbesi vetëm i këtij lloji dhe të shërbejë si një ftesë për të ardhmen për një nxitje më shumë për më shumë art, dialog dhe bashkëpunim. Shumë faleminderit. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Faleminderit Sonja Ministre, dhe në emër të gjithë ekipit të Art Explora, ju falenderoj të gjithëve dhe kuratoren ton lokale Arnisa Zeqo, që meriton falenderime dhe duar trokitje shtesë. Faleminderit Anisa dhe faleminderit Anima Pictures, që është partneri ynë për organizim. Faleminderit shumë për këtë partneritet shumë të bukur. Art Explora është një fondacion ndërkombëtar, po ne jemi shumë i lumtur që jemi organizatëm e njohur me dobishmëri publike. Jemi shumë të lumtur që Ania mban flamurin francez dhe jemi të lumtur dhe krenar që e shpalosim në portet e Mesdheut. Ftoj ministrin francez për Europën të na bashkohet në skenë. Faleminderit i dashur Bruno, zoti kryeministër, zonja kryetare e bashkisë, zonja dhe zotërinj, ambasador, të dashur miq, është vërtet kënaqësi e madhe nën këtë diell të mrekullueshëm. Të jemi këtu në përurimin e festivalit Art Explora dhe dua të uroj edhe një herë, të falenderoj ty, i dashur Frederik dhe gjithë ekipin e Art Explorers, të gjithë ata që morën pjesë në këtë sukses të madh. Dje ishim në përurimin e Vilës 31, që nxjerr në pah artistët, kurse sot në këtë festival që është i hapur për publikun dhe mënyra se ju arrini ta nxjerrni në pah karakterin universal të artit dhe kulturës dhe nga ana tjetër disa marrje risku franceze dhe i nderoni kulturën mes dy vendeve tona. Ajo çka kanë vënë re këto ditë dhe u theksua dhe ambasadori i Bashkimit Evropian është shndrrimi dhe shpejtësia e Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe mënyra se si përmes shembujve të bashkëpunimit mes vendeve tona bashkëjetojnë dialogu, kujtesa e Shqipërisë dhe orientimi i saj drejt së ardhmes dhe drejt Evropës. Dje folëm në Vila 31 për historinë e saj dhe ambicien për të kontribuar në liri, në art, në marrjen e rrezikut dhe në krijimtari. Sot në ekspozitë pam vlerësimin e trashëgimisë kulturore dhe të Mesdheut. Frodel thoshte që ky det më tepër ka bashkuar se sa ka ndar njerëz. Është deti më evropian ndër dete, por edhe ende sot është burim tragjedish, mbylljeje. Unë gjithashtu u impresionova shumë nga pikturat e të rinjve, emigrantët e rinj të Mesdheut, me dëshminë që më tregove Frederik, një fëmijë që thoshte për ju Mesdheu është blu, për ne është me ngjyrë të kuqe. Përmes këtyre historive ndërtohet dhe kujtojmë se çfarë është trashëgimia jone e përbashkët. Dialogu mes historisë, kujtesës, e pash edhe tek piramida, dikur një mauzelum që u përurua me ekipin e shkollës 42, Ekol 42, përmes inovacionit, përmes digitalizimit, përmes transformimit mjedisor, punojmë bashkë në këtë rrugë evropiane. Jam vërtet shumë i lumtur, shumë i prekur, i emocionuar dhe lidhur me atë që the Bruno, kur shoh këto tre flamurin shqiptar, flamurin evropian dhe flamurin francez, buzë Mesdheut që shpalosen, më duket diçka e mbi natyrshme. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti ministër, zoti kryeministër, asgjë nuk do të ishte e mundur pa vizionin, inkurajimin, vështrimin tuaj dashamirës dhe këshillat tuaja kur duhej
për t'ja dalë me këtë aktivitet. Nuk do t'ishim këtu për praninë dhe mbështetjen tuaj dhe u lë në mënyrë shumë miqësore mikrofoni. Zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Surtout, je suis absolument Jashtëzakonisht i lumtur që të dëshmoj për shpirtin praktik të Evropës përmes ambasadorit të saj, i cili reflektoi në mënyrë shumë elegante, por shumë të përshtatshme gjithashtu. Dhe në të njëjtën kohë u përpoq të më vinte në siklet me frëngjishten e tij, shumë më të mirë, shumë më të nuancuar dhe më të ngjyrosur se imja. Por jam shumë i kënaqur. Faleminderit zoti ambasador. Doja të thoja, kur flasim për flamurin francez, është një pamje që sot bëhet gjithnjë e më normale, do të thoja. Por nuk ishte kështu para pak kohësh, kur Franca e ndjenim larg Francën, dhe kur Franca e shikonte Ballkanin me një lloj distance. Duhet të them që prej vizitës që prej mbritjes së presidentit aktual në Elize, në pallatin Elize, ka një lloj kurioziteti, një lloj kurreshtje dhe një lloj kthimi drejt këtij rajoni dhe drejt Shqipërisë, ka Shqipërisë gjithashtu. Falë kësaj hapje, patëm në Shqipëri vizitën e parë të një presidenti francez që prej krijimit të perandorisë franceze. Sepse të thuash që prej krijimit të shtetit shqiptar është periudhë e shkurtër. Janë vetëm 100 vjet e diçka më tepër. Hera e parë një president francez na nderoi me praninë e tij. Dhe do të na nderojë mbas disa javësh përsëri. Dhe për më tepër, Art Explora është këtu, do të jetë këtu. Kjo do të thotë Frederik, që e di që është këtu. Emmanuel Macron, Frédéric Jousset, ambasadori i Bashkimit Evropian që flet frëngjisht. Çfarë mund të presim më tepër? Në këtë moment ku edhe dielli u reflektoi dhe e bëri ditën më të ngrohtë, më pak baltike se sa dje. Por jam shumë mirënjohës ndaj Frederikut. Bruno tha që po thuaj askush nuk e mendonte që kjo ide do funksiononte, por ama kështu ndodhi. Me idetë e mëdha kështu ndodh gjithmonë, sepse nëse të gjithë mendojnë se do funksionojë, nuk është ide e mirë, nuk është ide e madhe. Kjo ishte vërtet një ide e madhe. Unë kisha dëgjuar për këtë ide nga Frederiku dhe të tjerët, por ndjesia këtu është jashtëzakonshme, përzierja e qytetit, e portit, e një porti që është duke mbyllur dyert e tij dhe duke u transferuar diku tjetër. Me gjithë këto instalacione të një epoke shumë të largët, pastaj maja e dizajnit të luksit, janë veprat e artit të mrekullueshme në një version të papar ndonjëherë. Pastaj kemi atë imersionin në udhëtimin përmes një realiteti virtual,
është i mrekullueshëm. C'est un grand moment pour la Moment i rëndësishëm për qytetin, është mundësi e mrekullueshme për të gjithë, pour les écoles, për shkollat, pouvoir amener për nxënësit, les gamins ici që të sjellin fëmijët këtu voir cette, për ta parë, ce petit village për ta vizituar këtë fshat të vogël, de rêve vërtet fshat ëndrash. pour Dhe gjithashtu për familjet, tout le monde. për të gjithë është. Dhe unë jam i lumtur që Ça va peut-être jam i bindur që do të ketë probleme të vogla sigurie, Frederik, cherche de te po përpiqem të shkaktoj pak ankth, sepse ti ke shumë vetbesim. et je voudrais que Do tu të pars pour Paris avec doja që të nisesh në Paris me ankthin që do të shkaktoj shqiptarët. ton catamaran le plus grand du monde. Me ankthin sikur shqiptarët do marrin peng katamaranin më të madh të botës, por kjo s'ka për të ndodhur. Të premtoj, thjesht do jetë ankthe. Por thash siguri në kuptimin De personnes që do të ketë më shumë persona se sa ç'mund të presë kjo infrastrukturë, sepse shqiptarët e duan gjithçka dhe e duan në të njëjtin moment të gjithë. Nuk pranojnë dot që njëri ta shohë më përpara se tjetrin. on avance. Që është një gjë e mirë. Bashkohem me Brunon për të falenderuar Dritanin. Dritani është ambasadori Stalker ambassador. ambasadori ynë në Paris. Et Catherine, qui Dhe avec, Catherine, une compagnie de Driton, a commencé që në shoqërinë e Dritanit filloi ta kuptoj punën e stalking për të mbërritur, il faut faire dans për t'ja dalë, për të bërë gjithçka që duhet bërë në një afat të arsyeshëm. Faleminderit, vërtet, gjithashtu falenderoj të gjithë miqtë la délégation. e delegacionit Art Explora, e Fondacionit Art Explora, është delegacioni më i madh që ka mbritur në Shqipëri, që nga delegacionet marksiste-leniniste Du communisme, në kohën e il komunizmit. était plus nombreux. Ata ishin më të shumtë dhe më të disiplinuar, më të rregullt, nuk lëviznin, rrinin në blok, Et je veux, rrinin si blok. finir avec Dua ta mbyll un remerciement me një falënderim shumë të madh pour la plus importante, la plus Për- radieuse et la plus më rrezatuesen, më të rëndësishme dhe gruan më të bukur, më të rëndësishme dhe më rrezatuese të këtij fshati, nënën e Frederikut. J'ai entendu la voix du jeune Dëgjova femme qui zërin e një gruaje të re që po qeshte në këtë mënyrë. Po ju jeni vërtet më e bukura. Ua siguroj unë dhe dans votre âge. dua ta shoh atë që do qesh, dua ta shoh në moshën që keni ju, nëse do ta arrin ndonjëherë këtë moshë. Faleminderit shumë që jeni këtu dhe që kujdeseni për djalin tuaj, i cili nuk është normal dhe që duhet ta mbash pak nën kontroll, sepse nuk dihet se çfarë mund të ndodhë më pas. Por për momentin, Frederik, falët shmendurisë tënde, ne të gjithë këtu po qeshim dhe po buzëqeshim dhe jemi shumë të lumtur. Të falenderoj shumë. Je suis en train de penser Dhe qu'est-ce po qu'il faut mendoj faire de çfarë duhet bërë më tepër që ti të marrësh pasaportën shqiptare et pour te séparer dhe për të entre la ndarë France et l'Albanie, mes Francës dhe Shqipërisë d'obligation qui me një lloj detyrimi, është lloj detyrimi ky, por do ta mendoj Dritani këtë. Merci beaucoup à tous. Faleminderit shumë të Merci, gjithëve. Blanche. Faleminderit Blanchës. Faleminderit Blanche. Non, mais je l'ai dit, moi. E thash Dès que Blanche, je t'ai vu, t'en fous complètement de moi, que Ty as të bëhet vonë fare për mua, na përshëndet nga larg kryeministri flet kurse ajo rri aty. elle me traite comme un assistant. Dhe më trajton si asistentin e Art Explorers, po unë jam këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mbaroi përurimi, ftoj anëtarët e delegacionit marksist-leninist të shijojnë ekspozitën dhe anëtarët e Art Explorers do t'ju tregojnë të gjitha ekspozitat. Pasditë të këndshme të gjithëve. Faleminderit shumë.